Ëngjëll i vogël që ngjasonte me Melonin pas kritikave merret vendimi nga Vatikani. Vendimi i përkatës, siç shkruan gazeta La Repubblica, u mor me kërkesë të Vatikanit dhe në konsultim me priftin e kishës. Pas një kërkese nga Vatikani, një afresk i një ëngjëlli që ngjan shumë me kryeministren italiane Giorgia Meloni hoq nga kisha e San Lorenzo në Lucia në Rom. Vendimi, siç raportohet nga gazeta La Repubblica, u mor me kërkesë të Vatikanit dhe në konsultim me priftin e kishës. Murali specifik ishte vepër e një artisti të ri, Bruno Valentineti, i cili fillimisht i kishte mohuar akuzat, por sot pranoi ngjashmërinë. Murali në fjalë ka shkaktuar një stuhi reagimesh. Ministria e Kulturës njoftoi se ka dërguar teknik për të kryer një autopsi. Siç u tha në një deklaratë, atyre u kërkuat përcaktonin natyrën e punës së kryer dhe më pas të vendosnin për veprimet e mëtejshme, ndërsa fotot para dhe pas qarkulluan gjerësisht në rrjetet sociale. Meloni ndërhyri me sa duket në mënyrë humoristike. Në një postim në Instagram ajo postoi një foto të ëngjëllit të restauruar duke shkruar: "Jo, unë definitivisht nuk dukem si ëngjëll", duke shoqëruar komentin me një emoji që qesh.